Shkodra nuk tërheq vizitorët e huaj vetëm përmes peizazheve dhe pasurisë së saj kulturore. Krahas monumenteve dhe siteve arkeologjike, turistët po shfaqin interes edhe për historinë e afërt të qytetit dhe të Shqipërisë. Një prej pikave që po tërheq gjithnjë më shumë vizitor është vendi i dëshmisë dhe i kujtesës, muzeu që dokumenton përsekutimin dhe vuajtjet gjatë regjimit komunist. Për turistët e huaj, vizita në këtë muze nuk është thjesht një ndalesë turistike, por një mundësi për të njohur një pjesë të historisë shqiptare, që siç dëshmojnë vetë vizitorët, mbetet ende pak e njohur për te kufive. Na kanë shpjeguar historinë e Shqipërisë gjatë regjimit komunist dhe tani po vizitojmë këtë muze. Kemi mbetur shumë të habitur sepse askush prej nesh nuk dinte për këto gjëra. Pra nuk i kemi studiuar në shkollë dhe nuk kishim idenë më të vogël. Kështu që për ne ishte shumë interesante të zbulonim këtë anë të historisë, që themi nuk është shumë e njohur në anët tona, mendoj në përgjithësi. Na kanë goditur shumë këto persekutime të detyruar në nivel fetar, jo vetëm të krishterëve, por pikërisht të gjithë atyre që kishin besim ndaj diçkaje. Dhe një murgesh në veçantë tregoi se ishte e detyruar të thoshte ruzare në mbrëmje, fshehurazi, dhe në shkollë nuk mund të zbulonte se dinte apo edhe vetëm të bënte shenjën e kryqit. Kjo na ka tronditur shumë, duke qenë se ne kemi qenë gjithmonë të lirë të praktikojmë besimin ton. Është një mungesë e madhe të mos njohësh këtë histori, sidomos për të kuptuar edhe ne sa të privilegjuar jemi për atë që kemi dhe sa, ndërkohë ndoshta edhe sot, vuajnë për persekutime. Devo dire che ho guardato inizialmente. Në fillim, duhet të them se jam interesuar pak për historinë e martirëve shqiptar të shpallur shenjtor. Kështu që duke u marrë me këtë temë, fillova të interesohem edhe për atë që kishin përjetuar konkretisht, përfshirë torturat. Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje, sepse kur mendon për gjithçka që u ka ndodhur atyre, sidomos kur bëhet fjalë për vetëm rreth 50 vite më parë, është një përvojë që të lë një ndjesi shumë të fortë. Po, kam parë edhe disa dokumentar shumë interesant, madje në gjuhën italiane, të cilët përmes intervistave tregojnë se çfarë ndodhte gjatë periudhës së diktaturës. Kjo është edhe më e rëndësishme, sepse në Itali pothuajse askush nuk e njeh këtë periudhë të historisë. Madje, këtë vit kam qenë edhe në Bosnjë dhe, për shembull, vura re se në Itali praktikisht askush nuk dinte për luftën që ndodhi në fillim të viteve 90, e aq më pak për të gjitha situatat dhe pasojat që erdhën si rezultat i konflikteve, por edhe i diktaturës. I hapur për vizitorët që për vitit 2014, vendi i dëshmisë dhe i kujtesës konsiderohet një prej hapësirave më të rëndësishme muzeale në Shkodër për dokumentimin e historisë së diktaturës. Godina e ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit 19 në pronësitë provincës franceskane, fillimisht shërbeu si kolegj për edukimin e fëmijëve që ndiqnin rrugën meshtarake. Në vitin 1946 ajo u sekuestrua nga regjimi komunist dhe u kthye në degën e punëve të brendshme. Sot qelit, oborja e rimit, fotografit, dokumentet, sendet personale dhe letërkëmbimet e dënuarve politik janë pjesë e ekspozitës që përcjell historinë e një prej periudhave më të errta që ka kaluar vendi. Në Shkodër, kujtesa e së shkuarës po kthehet kështu në një tjetër pikë interesi për turistët, duke lidhur turizmin me njohjen dhe dokumentimin e historisë.